wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Dhe sillu mirë dhe bë mirë në raport me kojshit e tu, do t'jesh besimtar. Shikoni të ndërruazër, me çka e kanë ndërit pejgamberi alayhi salatu wasalam të qenë besimtar. Besimtar nuk është veç ai që pretendon se është besimtar. Besimtar nuk është veç ai që i kryen disa obligime të caktuara, ndërsa në pjesën e mbetur të jetës është arrogant, i mungon sjellja e duhur, është i pa edukat. Besimtari është i kompletuar, madje tenton të jetë i kompletuar, edhe në përmirësimin dhe ndërtimin e raportit me Zotin xhallahu ala, por edhe me njerëzit. Besimtari nuk e anashkron asnjëherë raportin me njerëzit. Madje raporti me Allahun xhallahu xhelalu realisht ndërtohet dhe fuqizohet me ndërtimin e duhur dhe fuqizimin e raportit me njëri tjetrin. Nuk është e mjaftueshme të ndërrozë që besimtari me i kryer disa obligime të caktuara, ndërsa në raport me njerëzit të jetë i shkujdesur, për shkak se shkujdesja e tij, për shkak se arroganca e tij me njerëzit e zhvlerëson edhe adhurimin e pjesës së mbetur që ka menduar se është duke ndërtuar me Allahun xhallahu xhelaluhu. Kanë ardhur njerëz tek pejgamberi alayhi salatu wasallam me uanku për një grua që kanë pas kojshi. Kanë thënë, oj dërguari i Allahut, aja është e vërtetë se rrin gati namazit, është e vërtetë se agjiron shpesh, kuptim vullnetar. Mirë po, na bezdis me gjuhën e saj shumë. Është shumë, domethënë, e keqe në sjelljen e saj, arrogante. Janë anku kojshit e saj për kësaj gruaje. Çfarë tha pejgamberi sa më tha? Hiya fi nar. Ajo është në zjarr xhenemit, Allah na ruaj. Për shkak se punët e mira që i bën i zhvlerëson me zullumin që u bën njerëzve. Andaj pejgamberi ka mësuar që timi të sjellshëm me familjarët e pastaj edhe me kojshit. Sjellja e me kojshit në kupton fillimisht përshëndetjen. Jo injorimin, kalimin sikurse me kon njëri huaj. Përshëndetjen, interesimin për gjendjen e tij, me u ndihmu me zvete. Kojshia duhet me gjetë sigurinë më të madhe te kojshia e tij. Me gjetë përkrahjen më të madhe te kojshia e tij. Mbështetjen më të madhe te kojshia e tij. Madje pejgamberi alayhi sallam të ndërrozë e ka përmend se nga mëkatet më të shëmtuara, nga mëkatet më të këqija është tradhtia në moral dhe premja në besë në moral në raport me kojshin. E ka konsideruar pejgamberi sa si 10 fish vepër më të ndytë, më të keqe se me e bën njeriu kudo qoftë tjetër. Edhe pse çdo punë e ndytë e pisë që realisht është çnderim, prishje dhe cënim i nderit dikujt është ndaluar, e dim na këtë shumë mirë. Mi për në raport me kojshin është 10 më e keqe, për shkak se është një tradhti, është mashtrim, për shkak se fqinësia të ndërvëzë duhet ndërtohet mbi bazën e besueshmërisë, sigurisë dhe mbështetjes njëri tjetrit. E nëse njëri nga ky aspekt goditet dhe tradhtohet, padyshim se gjuna është më e madh se goditja që mund ta shkakton në çfarëdo aspekti dhe në çfarëdo distancë tjetër. Andaj pejgamberi sa vazhdimisht ka porositur shokët e tij që të kujdesen për njëri tjetrin kur janë në fqinësi, me u ndihmu, me u përkrah, me u sjell mirë,